në matë, besoj, ndërmjet pjesës kandidatit të opozitës me 2 njerëzit e pozitës, të cilët mua më ka befasuar zonja me atë pjesën e dinjitetit vetë. Sepse e shpjegoj shumë mirë kolegja situatën e Vlorës, bravo, shpjegoj jashtëzakonisht mirë, po Vlora ka një antropologji shumë të vështirë, antropologji edhe Vlora edhe Shkodra, jo të ngjashme, po shumë të vështirë. Më thonë, atyre duhet të qasesh jo me gjuhën e forcës, ose me gjuhën e mbështetjes prej bizneseve, po me një gjuhë që ata të besojnë. Nuk imponohesh dot. Por me çfarë shikoj, për Vlora ngërthen interesa jashtëzakonisht të mëdha. Po për ne problem është, dhe për zotin Rama problem shumë i madh atje është kadastra. Është një nga shqetësimet më të mëdha, besoj, kombëtare tash. Kadastra e Vlorës dhe kadastra e Durrësit janë gati rrezik kombëtar për atë që u kanë bërë njerëzve. Kadastrën e Durrësit e pam që ishte në dorë të një individi, që praktikisht akseson konflikt do të qenë shumë ndryshonte dhe faqet dhe fletët, dosjet e SPAK-ut, në dorë të grupeve kriminale ishte kadastra e Durrësit, shtonte dhe hiqte fletë sipas dëshirës zotëria. Doja të flisim pak për Tiranën, që unë e thash më herët, shkëlqen në këto zgjedhje me mungesën e saj. Të gjithë vëmendjen e këtyre javëve dhe muajve mori Tirana, debati për Tiranën, gjykata kushtetuese vendosi që nuk do ketë zgjedhje në Tiranë, të paktën për momentin, dhe zoti Rama në komentin e tij të parë publik pas këtij vendimi gjykatës kushtetuese, nuk tha dhe deri më sot nuk ka thënë nëse Zoja Marseliu do vazhdojë të jetë kandidate e Partisë Socialiste për Tiranën kurdo që të ketë zgjedhje. Publikisht ka thënë, por në mbledhje ka thënë, në mbledhjen që kishte të mërkurën me shtabin e Tiranës, që Marseliu do vijojë të jetë kandidatja e kësaj force politike për Tiranën në çdo kohë kur të ketë zgjedhje, por duke kërkuar që të forcohet Partia Socialiste e kryeqytetit. Por nga ana tjetër, pavarësisht ti di shumë mirë që se unë këtu që ta përfundoja konceptin për Zoën Marseliu, ti di shumë mirë që dhe për të thënë të rishikuesve, në sondazhe, edhe në sondazhet e Partisë Socialiste, Zoja Marseliu performonte mjaft dobët, sidomos kur përballë kishte një personazh si Flor Binaj. Sondazhet e Partisë Socialiste në pyetjen konkrete, nëse këtë diel do të ketë zgjedhje, kë do të votonit, Zoja Marseliu ishte diku 2% poshtë Binajt. Dhe në pyetjet e tjera më të detajuara kush mendonin se do të luftonte më shumë korrupsionin, Zoja Marseliu ishte ndjeshëm më poshtë se sa Flor Binaj. Kështu që qytetarët kanë përshtypjen dhe Partia Socialiste e ka kuptuar, Rama që qeverisë dhe udhëheq me sondazhe, ka ditur besoj të lexojë këto mesazhe që vinin nga qytetarët përmes anketimeve. Ndaj thash, e kam si pyetje për te asaj që ka thënë kryeministri, që unë e kuptoj ndonjëherë në forumet e brendshme të partisë do duhet i thuash sa gjëra. Sa shanse mendon ti realisht që në këto kushte Marseliu të jetë përsëri në 2027-ën kandidate e PS-s? Duhet parë njerë se kur do ketë zgjedhje për Tiranën, nëse do ketë përpara 2027. Deri në 2027 mund të lëvizin shumë ujëra, mund të ketë shumë ngjarje.